أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Të nderuar besimtarë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suneti 11 për të cilin do të flasim është që besimtari si t'i largoj pengesat nga rruga. Fillimisht muslimani nuk duhet të jetë ai pengesë në rrugë. Ai nuk duhet të jetë shkaktar vetveti ai që kur ec ai me qenë pengesë për të tjerët. Kjo pika parë. Pastaj muslimani nuk duhet asesi që të hudh pengesa, domethënë të gjujë mbeturina dhe pengesa në rrugë për t'u penguar të tjerëve, qofshin ata musliman apo jo musliman. E kundërta e kësaj, muslimani gjithmonë duhet të jetë i dobishëm për veten, për të tjerët dhe për çdo kënd pra që ka mundësi. Qofshin ajo feja ti, qoftë vendi ti, vatani ti, familja ti, njerëzit në përgjithësi, besimtarët apo jo besimtarët, ai duhet të jetë i dobishëm, sikurse shiu që kudo që vjen të ketë prej tij, pra ka dobi prej tij, kështu edhe besimtari prej tij duhet të kenë gjithmonë dobi të tjerët. Kështu që në këtë rast, largimi pengesave nga rruga është obligim për muslimanin. Pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam në hadithin e saktë të shënuar te Imam Muslimi transmetohet pra nga Abu Huraira se Rasulullah alayhi salatu wassalam kishte thënë: kur dikush nga ju ecë në një rrugë dhe sheh një deg me thera që në rrugë, domethënë shtek që u kanë zënë të tjerëve rrugën, e largon atë menjan, Allahu xhalleshanuhu e falenderon dhe ja fal gjunahet personit të tillë. Pra, nëse shendo një pengesë në rrugë, ti si besimtar duhet ta largosh ata. Dhe Allahu xhalle xhelalu do të falenderoj, do ta di për nder, do të kesh një respekt dhe do të fitosh sevape, por edhe do të falen gjunahet apo mëkatet e tua. Gjithashtu, përmendet në hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: "El imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un shu'ba." Imani është 60 e ca apo 70 e ca pjesë. Alaha shahadatu an la ilaha illa Allah. Më e larta, më e vlefshme asaj është shahadeti se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Kurse thot wa adnaha imatatul adha anit tariq. Më ulta prej tyre, por në pjesët e imanit, brenda kushteve të imanit është largimi i pengesave nga rruga, kurse el haya'u shu'batun min al iman, kurse turpi është pjesë prej këtyre pjesëve të besimit. Pra, të largosh një pengesë nga rruga nuk është vetëm thjesht edukat, ashtu si dikush që mund ta imagjinoj, që nuk kupton se nëse ai nuk don ta largoj, nuk e ka kryer një edukat. Jo, të largosh pengesat nga rruga është iman, është pjesë e besimit, është pjesë e dinit tonë. Andaj është më e lartë se sa vetëm edukat, vetëm sjellje e mirë, por është pjesë e besimit, që jep me kuptues se Allahu xhaleshanu aq i ka kushtuar kësaj rëndësi se ka futur në radhët e pjesëve të besimit. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqul la'anain." Në një hadith tjetër: "Ittaqul li'an ath-thalath." Ruajuni nga 2 lloj mallkimesh ose 3 lloj mallkimesh. E kanë pyetur: "Wa man la'anani ya Rasulullah?" Cilët janë ata njerëzit e mallkuar? Pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka thënë: ai i cili e kryen nevojën apo domethënë bën ndonjë ndytësi, humbon ndonjë ndytësi që nga trupi i tij apo nga shtëpia e tij, pra kryen nevojën në vendet ku njerëzit pushojnë, në hijet ku njerëzit pushojnë, pra në pemë të caktuara, ose në vendet ku njerëzit kalojnë ka rruga. Në rrugë shkon edhe kryen nevojën. Ky njeri është i mallkuar fillimisht nga Allahu, pastaj edhe nga të tjerët. Ose shkon edhe humbon mbeturina, domethënë ose gjërat e tija, nevojat e tija personale i hudh në klubet, në vend, takimet e njerëzve, në përshadrëvanet e njerëzve, në përqendrat e njerëzve, qofshin ato fshatra, qofshin fusha, qofshin qytete, e ku e diçka. Andaj, asesi nuk lejohet besimtari që të bëhet njëri prej njerëzve të mallkuar, qoftë nga ana e Allahut apo nga ana të tjerëve. Muslimani vetëm largon pengesa nga rruga e nuk hudh pengesa. Mo ashtu, pra neve sot në ditët tona, njerëzit për arsye se janë largu nga rruga e Zotit dhe mundohen vetëm të keqen ta hekin prej vetvetes dhe t'u hudhin të tjerëve, e shese e pastron gruaja apo burri oborrin e tij dhe mbeturinat i hudh te dera oborrit, pra i gjun në rrugë. Kjo nuk është lejuar. Përkundrazi muslimani i mirë është ai i cili i largon nga rruga mbeturinat, qoftë edhe duke i marrë, duke i hudh në vendin e mbeturinave, domethënë
vendin e dedikuar për mbeturina brenda shtëpisë së tij. Pra nuk duhet të ndodhe kundërta që prej shtëpisë ti hudhësh në rrugë, por prej rrugës ta pastrosh rrugën para shtëpisë tënde dhe ti hudhësh në vendin e mbetturinave të familjes në mënyrë që pastaj ti largosh ato vet apo të vinë njerëzit e caktuar, shërbimet e caktuara komunale etj dhe ti marrin ato mbeturina. Kështu që duhet ta ngjallësh këtë sunet, të bëhesh njeri i dobishëm për të tjerët. Nëse je duke kalu me makinë dhe ke pa një vrejtje, ke pa një pengesë në rrugë, nëse ke mundësi, pse mos ndalesh dhe ta largosh? Pse të kalojnë tërë ditën makinat duke pas frikë nga ajo pengesë, qoftë ai gur, qoftë ai therr, qoftë diçka tjetër. Kështu që neve duhet të bëhemi persona që i largojmë pengesat nga rruga, që i ngjallim këto sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mos jemi shkaktar për të hudh mbeturina, mos jemi shkaktar për të dëmtuar të tjerët, por vetëm për t'ju bërë mirë. Në këtë formë neve fitojmë shpërblim të Zotit, por një herët edhe i bindim të tjerët se feja me të cilën neve krenohemi, feja të cilën neve kem përqafu, feja të cilën neve praktikojmë, është fe edhe pastërtisë, fe e largimit pengesave, e nuk është fe e cila sjell pengesa qofshin rrugë, qofshin në ardhmërinë e tonë dhe të njerëzve. Kështu edhe në pikë të fundit duhet ta përmendi, mos më ik. Nëse besimtarët e kanë të ndaluar që të hudhin pengesa në rrugë, por e kanë obligim që t'i hekin. Atëherë, pra, pengesa kur themi mbeturina, atëherë thua mendon se për të integruar një shoqëri besimtari do të jetë shkaktar për ta penguar shoqëria se si jo. Përkundrazi besimtarët gjithmonë do të jenë shkaktar për ecjen e proceseve pozitive përpara, qofshin ato fetare, qofshin ato arsimore, qofshin politike, shkencore, shëndetësore etj. Kështu që kur njeriu askush asnjë shoqëri nuk mund t'ia sheh sherrin muslimanëve. Përkundrazi vetëm ja sheh hajrin, ata që shpifin kundër muslimanëve, ata janë sherxhinjët më të mëdhaj, dhe ata janë munafikët më të mëdhaj, dhe ata janë shpifësit më të mëdhaj, të cilët përgjithësinë e vet, të cilët gabimet e veta, të cilët mëkatet e veta, të cilët domet dhe të qijat e veta mundohen që t'u ahudhin mbi supe muslimanëve. Lutë Allahun azh që të na bëj për atyre të cilët gjithmonë largojnë pengesën nga rruga e nuk hudhin pengesën e të. Në fund ju përshëndes me përshëndetjen e selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.